Një shfaqje tradicionale koreane u prezantua në Pallatin e Kulturës me mbështetjen e Bashkisë dhe Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar Kukës. Tingujt e fuqishëm të daullave tradicionale koreane hapën shfaqjen duke shoqëruar lëvizjet e sinkronizuar të nxënësve të shkollës Central Christian Academy nga Korea e Jugut, të cilët përformuan për bashkëmoshatarët e tyre. Nisna pa ardhin e grupit prej 33 nxënës në Kukës erdhi nga John Choi, mjek internist nga Korea e Jugut, i cili prej 5 vitesh jeton dhe punon në Kukës së bashku me bashkëshorten e tij. Përmes shoqatës GMP, ajo ofron shërbime mjekësore falas një herë në javë për banorët e qytetit. Ai tregon se ideja për ardhjen e nxënësve lindi nga vetë interesimi i tyre për të udhëtuar në Shqipëri dhe për të dhënë një shfaqje kulturore. Se ky koncert në Kukës? Se unë jam kuksian edhe ne kemi lidhje me këtë shkollë, do të thënë shkolla 9 vjeçare në Kore, edhe ata na kanë pyetur, do të thënë, a është mirë që të shkoj në Shqipëria, edhe po patjetër, po të vi në Shqipëri, atëherë unë jam kuksian, patjetër Kukës duhet të bëj një shfaqje bukur, po. Çfarë përmban koncerti i nxënësve? Edhe ata kanë përgatitur taekwondo, edhe kënga, edhe drum, që është, do të thënë, vegla muzikore shumë të bukur, edhe disa gjëra tjetër që është shumë bukur, do të thënë, mbase në Shqipëria nuk është njohur, pra shpresoj se mund të jetë një inkurim të madh për ata që shikojnë këtë shfaqje. Sipas tij, qëllimi kryesor i kësaj shfaqje ishte inkurajimi i fëmijëve dhe adoleshentëve shqiptar që të jenë më të guximshëm, të angazhohen në aktivitete të ndryshme dhe të kontribojnë për shoqërinë dhe vendin e tyre. Edhe ne duam adoleshent edhe të rinj shumë, edhe ata janë, do të thënë, fëmijë, do të thënë, shkolla 4, 5, 6 vjet, do të thënë, në shkolla. Pra, se ne duam të inkurajojmë edhe adoleshent e fëmijë shqiptar që edhe ata duke shikuar aktivitete të tjera, edhe ata mund të kenë një guxim që mund të provojë diçka bukur edhe për shoqërinë, edhe për kombet, edhe çdo, do të thënë, lajone që kanë ata jetojnë, do të thënë. Është hera e parë që organizoni? Po, për këtu edhe për herën e parë, edhe nëse mundet, atëherë shpresoj të vazhdojmë. Përmes këtij kolori kulturor, nxënësit korean sollën në Kukës jo vetëm art dhe spektakël, por edhe një mesazh miqësie, bashkëtese dhe shkëmbimi kulturor, duke e kthyer shfaqjen në një përvojë të paharrueshme për nxënësit dhe mësuesit e shkollave nëntëvjeçare të qytetit të Kukësit.